Lider shtetëror e përfaqësues politik bën homazhe të shtunën në nderim të Jusuf e Bardosh Gërvallës dhe Kadri Zekës në 44 vjetorin e vrasjes së tyre në Gjermani në një atentat të përgatitur nga shërbimi sekret jugoslav. Në Dubovik të Deçanit, presidentja Vjosa Osmani i kujtoi ata si veprimtar që dëshmuan se e dashën atë dheun më shumë se sa jetën. Ata u shndruan në zërin e një populli të robruar dhe në kohë shumë të rënda rrezikuan gjithçka dhe u shndruan në flakadan të lirisë sonë. Ishte pikrisht sakrifica e tyre që e trasoi rrugën përpara të popullit ton në mënyrë që ne sot ta gëzojmë këtë shtet për të cilin ata dhanë gjithçka. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ata janë dëshmi që edhe para suprimimit të autonomisë, pati patriotë veprimtar që flijuan gjithçka për lirinë. Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka u vranë më pak se një vit pas demonstratave të vitit 1981, në kohën kur organizata të shumta të fsheta të kohës po bëheshin bashk dhe Jugosllavia e Serbia i goditën pikërisht Jusufin, Bardoshin dhe Kadriun, atëherë kur po merrte për masa gjithnjë më të mëdha organizimi për Republikën e Kosovës dhe për çlirimin e popullit tonë. Nderime për vëllezërit Gërvalla dhe për Kadri Zekën bëri edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Vëllezërit Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka ishin veprimtar të hershëm të lëvizjes sonë kombëtare për liri dhe pavarësi. Guximi dhe aktivizmi i hershëm në lëvizje për liri ishin burim frymëzimi për të mos u ndalur në rrugën drejt lirisë, e cila u kurorëzua me luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E kryetari Mitrovicës Faton Peci tha se ata e shtruan rrugën e Kosovës drejt lirisë. Në gjysmën e dytë të shekullit 20, shqiptarët e Kosovës kaluan nëpër 3 etapa decisive në rrugën drejt lirisë. E para nga to është platforma Jusuf Gërvallës, shkrimtari, artisti, kritiku, revolucionari e avangarda e mendimit politik. Jusuf Gërvalla kishte qenë bartës i platformës së parë për çlirim dhe kishte frymëzuar e bashkuar shqiptarët anë kënd kontinentit. Ishte ky kulmi i frymëzimit dhe veprimit kur më 17 janar 1982 shërbimi sekret jugoslav bëri atentat ndaj Jusuf Gërvallës, vëllait të tij Bardoshit dhe shokut të tyre Kadri Zekës. Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka u ekzekutuan pak metra pasi dolën nga garazhi i shtëpisë, ku po banonin në Heilbronn të Gjermanisë. Sipas qenieve të tyre, 2 persona shtin me 12 plumba mbi veturën e tyre dhe ekën nga vendi i ngjarjes.